Javën që lëm pas, kryeqyteti shqiptar Tirana ishte zhëndruar në qytetin e artit. Në motën Tirana Art Days, Bashkia e qytetit organizoi aktivitete të larmishme artistike kulturore. Eventi kulturor organizuar me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, për 3 ditë solli emra me famë botërore të fushave të ndryshme të artit, si aktor, modele, fotograf, stilist e të gjithë me gjak shqiptari. Në nder të këtij organizimi, Eliza Dushku, Blerim Destani, Fadil Berisha, Angela Martini, Marigona Dragusha ishin të ftuar të sjellin jo vetëm famën, suksesin, por edhe talentin e tyre. Për 3 ditë, kamera jon ishte në përcjellje të kësaj ngjarje. Për të startuar me këtë aktivitet, ishte aktoria me origjinë shqiptare, Eliza Dushku. Këtë herë ajo nuk ishte ardhur duar thatë, ashtu siç kishte paralajmëruar kohë më parë, erdhi ta promovoi dokumentarin e shumë përfolur Dear Albania. Ceremonia ishte bërë me stilin alla hollywoodian, ku të ftuarit po kalonin në tepiun e kuq që ishte i pranishëm në Kineman Millennium, aty ku tashmë do të prezantojë dokumentari E dashur Shqipëri. E veshur me një fustan të kuq dhe këpucë të zeza, si simbolet e flamurit ton, Dushku për krah të dashurit të saj ish basketbollisti Rick Fox, shoqërohej nga bashkëpunëtorët e ngushtë të cilët ishin Blerim Destani dhe Fadil Berisha, si dhe vëllau Nate, njëkohësisht regjisori i dokumentarit. Në këtë premier nuk mungoi edhe kryeministri Sali Berisha, që po shoqërohej nga gruaja e tij. Kishin mbetur dhe pak minuta deri tek shfaqja e dokumentarit, kështu edhe pozat krah aktorës Dushku nuk munguan. Secili tashmë pozinte vend, ku për fillim nuk munguan fjalë miradije nga kryebashkioku Lulzim Basha. Unë do të shkoja më tej, duke konsideruar këtë dokumentar një kontribut të madh për promovimin e Shqipërisë. Ndërsa protagonistja e dokumentarit e emocionuar përshëndeti të pranishmit duke thënë ca fjalë. Dokumentari filloi duke prezantuar rrugtimin e gjatë të aktorës Eliza Dushku nga veriu në jug të Shqipërisë, ku për 1 orë e 30 minuta u shpalosën traditat e popullit tonë. Dear Albania është udhëtimi i gjatë i Eliza Dushkut në 15 qytete të Shqipërisë në kërkim të rënjeve të saj në Korçë, aty ku ka dhe origjinën. Gjithçka fillon në Tiranë për të vazhduar në Krujë, Berat, Vlorë, Tropoj, Sarand, Valbone të tjerë. Pa haruar edhe treva shqiptare u përmend edhe Prishtina. Mirë po ajo që kanala të hutuar ishte prezantimi i këtij vendi. E gjitha që ka panë për Prishtinën ishte një lokal i errët ku po vallëzonte Eliza me Toni Dovolanin. Për të kuptuar më mirë këtë dokumentar duhet të kuptojë gjuhën angleze, pasi që Eliza nuk ishte mundësi të fliste shqip. Në këtë premier, si duket, kishin harruar të jepnin përkthimin në titra. Edhe pse në gjuhën angleze në fond të dokumentarit nuk mungoi muzika shqipe. Për fillim u dëgjua kënga Nora Isrefit, pastaj edhe kënga 2x2 dhe Capital T. Why am I proud? Because after traveling across borders. Por nuk munguan edhe këngë të këngëtarëve tjerë, që ndonjëherë nuk përshtateshin me ambientin. Jam martuar me djalin e tyre, e kisha burrë rroba tjetër. 1930s, her husband was tailor. Lirat historike natyrore, kuzhina, zakonet dhe traditat e shqiptarëve sillen në këtë dokumentar përmes vizitave që Eliza Dushku së bashku me vëllaun e saj zhvillon në qytetet shqiptare. Në disa vende nuk mungonte edhe aktori Blerim Destani. I love Albania. E dua Shqipëri. Ndërsa në rolin e Ciceronit ishte fotografi Fadil Berisha. Pas shfaqjes së dokumentarit, aty ishte organizuar edhe një ndej për të gjithë të pranishmit. Ndërsa në anën tjetër, Eliza ishte gatshme për gazetarët, t'i tregonte përshtypjet e para. It's so exciting, and I was also a little bit nervous premiering here in Tirana. If I was premiering in Los Angeles or New York, I wouldn't be so nervous, but this is here in Albania and I wanted to do it. I wanted to do it and make, people proud here. E pyetur për ndonjë projekt të radhës në lidhje me Shqipërinë, ajo premton diçka tjetër. I hope this is the first of many Albanian productions, and maybe by the next one I'll be speaking in Albanian, and I have such wonderful supporters. I have so many new friends here. Blerim Destani. Ndërsa bashkëpunimi në mes Elizës dhe aktorit Blerim Destani si duket do të vazhdoj edhe më tej. All secret. All secret. We'll let you know first. Hello, Prive.
Aktori ndjehet i lumtur për realizimin e këtij projekti, i cili ka zgjatur as shumë. Ma në fund u realizua, domethënë jemi shumë të lumtur që u realizua një dokumentar për Shqipërinë, sa e bukur është Shqipëria, ta shohën të vuajt. Dua të falenderoj Eliza Dushkut, Nej Dushkut, Fadil Berishës, Gzim Bashës për realizimin e këtij projektit kaq të bukur. Ndërsa një ëndër e kamotshme dhe i përkushtuar rreth këtij dokumentari është fotografi Fadil Berisha, që njëherët është edhe iniciatori i gjithë kësaj. Ne kam pas ëndër për shumë kohë, të sjell një person si Eliza Dushkun, një fytyrë të bukur si është si thuj e jona për huja, e tregon historia e Shqipërisë me syrin e saj. Do bëj kjo. Për Elizën dhe Nejt pas gjithë këtij udhtimi në Shqipëri, ata pëlqyen Bregdetin. Which city would I like to live? Oh my gosh, it's so hard. What would you say? Maybe we would take a place on the coast, maybe somewhere in Dermi. Just to have a nice little We're vacation, too young to live summer in the spot. vacation, you have to live in the city. Yeah. So 2 homes. Yeah. One in the city and one in Dermi. And what about Pristina? I mean, Pristina we That's our love it. second home. Yeah, the third home. We need 3. Third home, okay, Well, I'll stay with Fadil's family in Pristina. There you go. Dear Albania, I have always Ndërsa dokumentari Dear Albania tashmë do të shfaqet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I'm an Albanian American from Boston. Premiere is going to be in New York, In New York City. then LA. Los Angeles and And then in Boston. Boston. We hope so. That was our wish. That's our goal, and we're just so honored to have had the opportunity to do this project. Nga sezoni i kaluar, kur vizituam Angjellën në New York, miqësia vazhdoi edhe në Këndej. Kush jeni ju? My favorite! Okay, Aledin, Aseka Aledini. Oh, I love Kran Kosova. Përveç që ishte pranishme në premierën e dokumentarit, takimi i parë me audiencën shqiptare do të jetë edhe në një rol tjetër. Po edhe kostumit e banjut mia, 20 copë kam marrë këtë herë me vete, edhe jam të prezentu disa copë që i kam prezentu në Miami Fashion Week këtë vetë, koleksionin 2013. Në këtë event nuk munguan edhe këngëtarët tona. Rëndësi më të madhe i kushtuan duktjes posaçërisht veshjes, paksa të egzageruar, edhe pse ky ishte një promovim i dokumentarit. Ne morëm mendimin e disa prej tyre. Edhe pse Tuna ishte e ftuar, ajo arriti në 10 minutëshin e fundit të shoh dokumentarin. E kur ne e pyetëm se çfarë përshtypje i la dokumentari, ajo na zbuloi një sekret. Po ja u zbuloj një sekret, jo më vesh në kjerë, jo si më ly në kjerë, as si kom bu flu në kjerë, po jo më vesh në kjerë, se jo më konë shumë vonë. Nuk ishte vetëm një Tuna që pa vetëm fundin. Më vje shumë keq, që nuk pata mundësi ta shoh nga fillimi, e pash nga fundi. Për dallim nga Adelina dhe Tuna, rap këngëtari Genc Prelvukaj pa dokumentarin në tërësi. Si që dim, ndryshe çka flitet prapa kamerave, nuk thuan të njëjtat kritika edhe para kamerave. Në këtë rast, sa i përket dokumentarit, Genci u tregua i guximshëm. Kur flitet shumë për një punë, e ka dhënën e keqe përse keme prit shumë për asaj pune kur shfaqet. Megjithatë, sot unë pash një tendencë të mirë, një qëllim të mirë, po jo absolutisht as për së afërmi që e kam prit. Puna për shembull e Kosovës, bashkërimi i Prishtinës, biseda me Tori Dovalani ishte shumë e mirë, megjithatë dhe të faktit që nuk u marr asnjë një sekuencë për Prishtinës. Atëherë domethënë la një përshtypje jo të mirë, edhe generale. Veç kësaj edhe puna e Shkupit, që i gjithë qytetit, ndoshta kryeqyteti shpirtëror i shqiptar u pasqyru vetëm me një objekt fetar, nuk e besoj që e meritore. Pavarësisht ishte apo nuk ishte shumë profesional ky dokumentar, kjo është një nismë e mirë që bukurit tona të tregohen në televizione amerikane. Urojmë që dokumentarët tjerë të jenë më mirë të punuar dhe më tërheqës për turistët amerikanë.